dje po ashtu, kena manifestu të mënë për kujtimin e 26 vjetorit masakrit krimeve sërbë gjenocidit që ka bënë Burgun e Bravës, la Burgosën. Edhe dje ka përfundu, ai për kujtim dhe sot jemi gjeni normale për shkojmë në Kovend, do të votojmë njëjtë, sigur se kemi votuar herën e kaluar. Po çu shpesheni fundin e kësaj historie, zotëri Hasani? Po në të vazhdon seriale. Sot, për pritet që nuk kam e pas në ndryshim, sërish, pasi që është diskutu përgjithësinë e seanca. Pavarësisht takimeve që kena pas për procesin e masakrës në Burgun e Bravës për përkujtim, si ditë shënume, prapë jemi njëjtë. Politika dhe ajo ndjeshmëria është mbi partitë, sepse aty janë vrarë 118 shqiptarë, pavarësisht kush janë burra, vllazër, prindër të njerëz tanë që janë vrarë nga gardianët, policia, ushtria. Ajo i ka kalu gjitha partitë, prandaj ajo ka qenë një ndjenjë më e madhe se një ndjenjë e Kovendit për mbështetuarin komunitar. Po është për folë së fund me se i dëshiruar ndoshta për pozitën e kryeparlamentarit komandanti i UÇK-s Fatmir Limaj, ka thënë që ka dash këtë pozitë në takime me kryeministrin Detyrë Kurti. Si shëne, a është i duhur i Lima për këtë pozitë? Më ka shoh shumë Albinin edhe nuk mund ta votoj Fatmirin, më bie keq.